Në jetë kur mos thuaj kur, se dashuria mund të trokasë në çdo moshë, dhe dëshmi e kësaj është edhe Blero, i cili nuk u dorëzua kurrë në dashuri dhe tashmë duket se ka gjetur lumturinë e tij në krahët e Eronitës, 28 vjeçare. Në një dasëm të jetë private, çifti e finalizoi dashurinë me martesë. Burime pranë këngëtarit u shprehën se ato e kishin planifikuar dasmën para disa muajsh, por plani ndryshoi, pasi bashkëshortja e këngëtarit është Azan, një lajm i mrekullueshëm për këngëtarin, i cili do të bëhet baba për herë të dytë. Blero ka dhe një vajzë, Taron, për të cilën thotë se është gjëja më e shtrenjtë që ka në jetë. Tara ishte e pranishme në dasmën e babait të saj dhe pas vallës së parë që bëri Blero me bashkëshorten, u pa edhe Tara që pas një lloj kompleksi dhe shumë e lumtur filloi të kërcente me babain dhe bashkëshorten e tij. Në një moment gjatë dasmës u shkrep një foto ku u pa se bashkëshortja e Bleros po lëdhatonte Taron me shumë butësi, një gest i vogël por me domethënie të madhe. Ky moment u interpretua si shenja një raporti të shëndetshëm e të mbushur me respekt mes tyre. Këto lidhje janë të ndërtuara mbi dashurinë dhe mirëkuptimin dhe janë shembull i një familjeje të lumtur dhe të bashkuar, duke treguar se harmonia familjare fillon nga zemra. Por pas publikimit të kësaj fotoje, kanë shpërthyer komentet në rrjetet sociale, duke thënë se Tara e ka maman e saj që e plotson me dashuri dhe nuk ka nevojë që këtë veprim t'ia bëj bashkëshortja e re e babait të saj. Debatet në rrjet shpërthyen në qëndrime pro dhe kundra. Po ju, si e komentoni? A është normale që bashkëshortja e Bleros të tregojë dashurinë ndaj vajzës së tij, apo kjo pjesë i takon vetëm mamit të Tarës? Për më shumë, mund të na lindni mendimin tuaj në komentet poshtë videos.